Komisioni për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës e ka miratuar në parim projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Projekt ligji u votua nga të gjithë me përjashtim të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky projekt ligj ishte miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me 29 dhjetor 2021. Përmes tij synohet të ndërtohet sistemi i konfiskimit civil në Kosovë, duke mundësuar konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme pa pasur nevojë për ekzistencën e një dënimi penal. Qëllimi kryesor i projekt ligjit është që të mundsojë që pasuritë prej ardhjeve të cilave nuk mund të justifikohet t'i kalojnë shtetit. Pra, bëhet fjalë për pasurinë të cilat nuk arrin ta gjejnë pronarin e vet. Ideja për ndërtimin e këtij sistemi po shihet me skepticizëm nga hulumtuesit e Institutit Kosovës për Drejtësi. Yll Zekaj, hulumtues i lartë nga ky institut, thotë se Kosova nuk është e gatshme për ndërtimin e një sistemi të tretë të konfiskimit, i cili vendoset pas dy sistemeve të dështuara të konfiskimit të pasurisë. Është fakt se Kosova ka dështuar në fushën e konfiskimit të pasurisë përfituar në mënyrë të kundërlishme. Por ky dështim nuk ka ardhur si rezultat i mungesës së bazës ligjore, por si rezultat i mungesës së vullnetit të aktorëve të sistemit drejtësisë në këtë fushë. Aktualisht ne kemi dy sisteme të konfiskimit, sistemi tradicional përmes dispozitave të kodit penal dhe sistemin avancuar sipas ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepra penale, i cili ligj është aplikuar vetëm në raste përjashtuese. Për këtë arsye, e rëndësishme është që të fuqizohen mekanizmat aktual të konfiskimit dhe jo të shkohet me një mekanizëm të tretë përderisa kanë dështuar dy mekanizmat paraprak. Në anën tjetër, sistemi i drejtësisë në Kosovë konsiderohet si lehtë i ndikueshëm nga politika. Kjo është njëra ndër arsyet se pse aktualisht po synohet të zhvillohet reforma për vettingun në sistemin e drejtësisë. Është paradoksale se si Ministria e Drejtësisë që po synon ta jetësoj procesin e vettingut dhe të njëjtën kohë këtij sistemi që nuk i beson, po janë vesh edhe një kompetencë këtij gjyqësore. Për këtë arsye, IKD vazhdimisht ka konstatuar se Kosova nuk është e gatshme për këtë sistem të konfiskimit. Ndërtimi i sistemit të konfiskimit civil në Kosovë ishte ndër çështjet e para të cilat u trajtuan nga Qeveria Kurti 2. Në prill të vitit 2021, Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi koncept dokumentin për çështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme. Si problem kryesor në fushën e konfiskimit, ky koncept dokument theksonte sistemin jo efikas të konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të pajustifikuar, duke listuar edhe shkaqet e problemit, të cilat sipas qeverisë ishin konfuziteti lidhur me frymën e përgjithshme të sistemit, mangësitë e konfiskimit sipas kodit penal dhe kodit të procedurës penale, mangësitë e ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, zvarritja e proceseve gjyqësore, akt akuzat dhe akt gjykimet e mangëta lidhur me konfiskimin e pasurisë, mungesa e specializimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në fushën e konfiskimit, mungesa e koordinimit mes aktorëve relevant dhe të tjera si ekonomia jo formale, hezitimi i ndjekjes së personave me lidhje të fuqishme politike. Përkundër kritikave për të mos ndërtuar këtë sistem të konfiskimit, Ministria e Drejtësisë kishte draftuar projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, i cili në dhjetor 2021 u miratua nga Qeveria e Kosovës. Hulumtuesi Zekaj thotë se për këtë projekt ligj, Ministria e Drejtësisë pa arsyeshëm dhe në kundërshtim me rregullorën e saj, nuk i ka mundsuar publikut që t'jap komente cilësore para se ky projekt ligj të shkojë në kuvend. Fatkeqësisht, Ministria e Drejtësisë në këtë rast nuk ka respektuar rregullorën për standarde minimale në procesin e konsultimit publik, por ka vendosur shkurtimin e afatit të konsultimit publik. Fakti se në këtë grup punues për draftimin e këtij projekt ligji kanë qenë të kyçur dhe shoqëria civile nuk arsyeton shkeljen e rregullorës. Për më tepër, në rastin konkret, nisur nga rëndësia dhe volumi i këtij projekt ligji, ka pasur bazë që të zgjatet afati për konsultimin publik, por rastësi që ky afat të shkurtohet. Lidhur me shkurtimin e afatit të konsultimeve publike, Lyra Qela nga Ministria e Drejtësisë thotë se kjo është bërë me qëllim që ligji të miratohet brenda vitit 2021, ashtu siç ishte përcaktuar në agjendën legjislative. Po afati konsultimeve publike ka qenë shkurtuar në 7 ditë,
Kjo është kushtzuar prej rrethanave objektive, duke ditur se projekt ligji ka qenë i parapamë si obligim përmes planit legjislativ për vitin 2021. Atëherë me qëllim që projekt ligji të miratohet në qeveri brenda vitit 2021, edhe afati i konsultimeve publike ka qenë më i shkurt. Mirë po, ne kemi shfrytzuar edhe mekanizma tjerë të konsultimit të publikut, kemi pasur pjesëmarrje aktive të akterëve me interes në grupin punues për hartimin e këtij projekt ligji. Fakt nuk i kisha quajtur shkelje të rregullores për standardet minimale për konsultimin publik, për arsye se mbi këtë rregullore parashihet dhe mundësia e shkurtimit të afatit. Sipas gjetjeve të hulumtimit të Institutit Kosovës për Drejtësi, projekt ligji aktual për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme përmban disa tëmeta serioze, të cilat domosdoshmërisht duhet të evitohen. Njëra prej tëmetave më të mëdha të projekt ligjit, sipas analizës së publikuar nga IKD, është mungesa objektive e pavarësisë së byros, e cila do të hetojë dhe inicojë pasurinë pa justifikueshme të qindra mijëra qytetarëve, të cilët preken me këtë ligj. Ndër autoritetet kryesore për implementim të projekt ligjit, Byroja Shtetërore nuk është e pavarur në kuptimin objektiv. Drejtori i saj, i cili është autoriteti kryesor për fillimin e procedurave të verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë, zgjidhet me shumicë të thjeshtë nga kuvendi dhe mund të shkarkohet lehtësisht. Kështu, drejtori i përgjithshëm dhe rrjedhimisht byroja do t'jenë objektivisht të varura nga partitë politike që zotërojnë shumicën në kuvend. Do duhet që organi drejtues i byros të jetë kolegjial dhe me përbërje pluraliste. Yll Zekaj nga IKD thotë se me mënyrën se si është ndërtuar ky projekt ligj, kjo byro e ka objektivisht të pamundur që t'jetë e pavarur. Byroja udhëhiqet nga drejtori i përgjithshëm. Konform këtij projekt ligji, drejtori i përgjithshëm është autoriteti kryesor për fillimin e verifikimit të pasurisë dhe fillimin e procedurave të konfiskimit. Problemi qëndron në atë se drejtori i përgjithshëm emërohet me shumicë të thjeshtë nga kuvendi, pra me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, po pas propozimit të komisionit mbikëqyrës të kuvendit. Pra, ndër autoritetet kryesore për ta implementuar qëllimin e këtij projekt ligji, emërohet lehtësisht nga partitë në pushtet. Shto këtu që mandati i drejtorit ka garancione të jetë minimale, ku i njëjti mund të shkarkohet mbi bazët e paprecizuara sa duhet të dështimit të përmbushjes së mandatit ligjor. Në rrethana të tilla është e pamundur që byroja të mund të cilësohet si institucion i pavarur dhe i paanshëm në ushtrimin e detyrave. Drejtori i përgjithshëm do të varet tërësisht nga partitë në pushtet, përkatësisht me ndrimin e shumicës parlamentare në kuvend, në rregullimin aktual do të ndrojë edhe drejtori i përgjithshëm. Edhe Albert Krasniqi nga Demokraci Plus konsideron se kësaj byroje i mungon pavarësia politike, derisa e kundërta thuhet nga Ministria e Drejtësisë. Po ashtu, këtij drejtorit i lihet në kompetencë edhe të nxjerrë të gjitha aktet e tjera nënligjore në këtë institucion, në këtë byro, dhe po ashtu të caktoj se cilit do prej të këtyre zyrtarëve do t'ja japë landën që të bëjë verifikimet kur ka raste për dyshim për përfitim të pasurisë në mënyrë të pajustifikueshme, dhe deri tek autorizimi për të kryer hetimet ose jo, që është diçka që nuk do duhet të lejoj, për shkak se kemi parë edhe praktikat në vendet e tjera, siç është rasti i Bullgarisë, ku do thotë aty është bërë një kolegjium i disa personave të cilët emërohen nga institucione të ndryshme, në mënyrë që të garantohet pavarësia e këtij institucioni. Për më tepër është lehtë i shkarkueshëm, pra ky drejtor në momentin që nuk ju bindet urdhrat të partisë ose koalicionit qeverisës, atëherë mund të shkarkohet, do thotë, me shumicën e votave të gjithë deputetëve, pavarësisht që është prag më i lartë, nuk është që do të ketë ndonjë dallim, për shkak se secila qeveri të paktën do të ketë këto 61 vota në kuvend. Rrethana të tilla sigurisht që janë hipotetike dhe deri në një masë paragjykuese, kështu që nuk do të i shalshu shumë në diskutimin e tyre. Atë që parasheh projekt ligji është baza e shkarkimit të drejtorit dhe procedura për shkarkimin e drejtorit, e cila vendos një standard mjaft të lartë, sepse drejtori do të mund të shkarkohet vetëm në rast të shkeljes serioze, dështimit serioz të kryerjes së detyrave të tij. Ajo e ndjek një procedurë në komisionin mbikëqyrës të byros, që në këtë rast është komisioni për legjislacion, i cili mbi bazën e vlerësimit dhe një raporti do duhet të arsyetoj
këtë dështim serios të përmbushjes së mandatit ligjor apo shkeljeve të pretenduara të drejtorit. Mirë po e përsëris që ligji për organizimin e administratës shtetërore dhe agjensive të pavarura parashit disa baza për ruajtjen e pavarësisë së institucionit dhe të titularit, dhe sigurisht që ky projekti që është i hartuar në atë frymë që siguron që edhe një organ titullar individual me kompetenca çfarë i duhet t'i ketë do të jetë i pavarur. Deputetët e opozitës thonë se këtij projekt ligji i mungon pavarësia e byros, derisa kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe deputeti i vetëvendosjes thotë se do të shqyrtohen të gjitha mundësitë që të garantohet pavarësi për këtë institucion. Zgjedhja e shefit byros është puro politik, një shumicë e thjeshtë që mundet mi pas vetëm 60 vota, mos zgjedh me 30 vota. Kemi problem, do të thotë që ne konsiderojmë se gjatë rrugës ka me pas probleme edhe me elemente penale, do më thonë edhe kemi edhe probleme tjera që mas miri i ka thonë edhe Instituti i Kosovës për drejtësi. Në fakt në shfrytëzova rastin edhe në mbledhjet e komisionit që ta kundërshtoj këtë, ose të shpreh dilemat e mia rreth asaj, se a është e nevojshme dhe a është e domosdoshme që një person të udhëheqë një organ kaq të rëndësishëm. Ne mendojmë si LDK që ky organ do të jetë kolegjial, nuk do të jetë individual. Aq më pak të ketë as i formë të përzgjedhjes, siç është, nuk është me shumicë thjesht, po është taksativisht thuhet kështu, shumicën e gjithë deputetëve që janë të pranishëm dhe që votojnë. Që i vjen të pranishëm mund të jenë 61 dhe me 30 vota të zgjidhet drejtori i këtij institucioni. Dhe për ne është e papranueshme që ky institucion të udhëhiqet nga një drejtor në kontekst të cënimit pavarësisë të këtij institucioni. Unë konsideroj që në raste të tilla kur titullari është individual, efikasiteti i funksionalizimit dhe i vendimarrjes është më i madh se sa tek organet kolegjiale. Megjithatë, organet kolegjiale kanë përparësi tjera që e zvoglojnë, le të themi, masën ose rrezikun e arbitraritetit në vendimarrje ose në iniciim të çështjeve e kështu me radhë. Për sa i përket votimit me shumicë të thjeshtë ose me shumicën e deputetëve të pranishëm, mendoj që është praktikë e përgjithshme e Kuvendit të Kosovës, përveç se edhe kufizimit kushtetues se si merren vendimet e Kuvendit të Kosovës për rastet që nuk janë përcaktuar ndryshe, e në rastin konkret është edhe vendimi i Kuvendit të Kosovës për ta zgjedhur drejtuesin e byros ose drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit, por nuk kemi asgjë kundër për ta diskutuar, le të themi, edhe formën e organizimit të byros. Do të dëgjojmë edhe përparësitë dhe komentet për sa i përket organizimit si trup kolegjiale, por edhe masën e votimit nga ana e deputetëve. Për ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasani, mënyra se si është rregulluar zgjedhja e drejtorit të byros nuk garanton pavarësi për këtë byro. Jo, sepse është me shumicë thjeshtë. Është me shumicë thjeshtë dhe nuk është plurale. Në përvoja tjera, 3 organe kur bëhet caktimi për shembull kryeministrit ose ekzekutivit, shefit shtetit, s'ka qenë rasti bullgar. Kur vjen te kuvendi, që është përfaqësuesi i sovranit, aty gjithmonë synohet sipas standardeve të Komisionit të Venecias që të bëhet me një shumicë të kualifikuar. Pse? Sepse ndryshe byroja, sipas këtij ligji, byroja do të jetë një instrument politik, administrativ, në duart e pushtetit aktual për të drejtuar atë, do të thotë, atë fushat konfiskimi në mënyrë selektive kundër personave të caktuar. Ky
Ky projekt ligj ka përcaktuar se do të zbatohet ndaj pasurisë pa justifikueshme të fituar përgjatë periudhës së ushtrimit të funksionit të subjekteve nga paragrafi 1 i këtij neni nga data 17 shkurt 2008 dhe brenda 10 viteve nga momenti kur subjektet nga paragrafi 1 i këtij neni pushojnë së ushtruari funksionin e tyre. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se kjo zgjidhje ligjore lejon mundësi të mëdha të kamuflimit të justifikueshmërisë së pasurisë. Sipas projektligjit, pasuria pa justifikueshme është pasuria që nuk është në përputhje me të hyrat e lishme ose pasuria preardhja e lishme së cilës dështon të vërtetohet, të cilat personi në procedurë i ka në pronësi, posedim mbi të cilat ushtron forma tjera të kontrollit apo nga e cila ka ndonjë dobi. Ky koncept i pasurisë pa justifikueshme reduktohet dukshëm me kufizimin nga neni 2 i cili përcakton se fushveprimi i projektligjit vlen vetëm për pasuritë e fituara nga zyrtarët nga viti 2008 e këndej. Pra, të gjitha pasuritë e fituara para vitit 2008 dhe po që se janë pasuri që rrjedhin nga veprimtaria kriminale, konsiderohen si të justifikueshme. Por si të veprohet me të hyrat pas vitit 2008, por që rrjedhin nga veprimtaria e palishme e para periudhës së vitit 2008, shembull i të hyrat nga bizneset që janë krijuar me pasuri të palishme. Burimi i tyre do të konsiderohet i justifikueshëm, ndaj të njëjtat nuk do të mund të argumentohen të jenë të pajustifikueshme. Pikërisht në këto të hyra të dyshimta që rrjedhin nga burimet jashtë fushëtarisë së ligjit, pra para periudhës së vitit 2008, mund të kamuflohen të hyrat që rrjedhin nga burimet të palishme të pas vitit 2008. Një rregullim i tillë do të paraqes problem për byron që të argumentojë para gjykatës që pasuritë e pas 17 shkurtit 2008 kanë preardhje të dyshim. Në shumicën e rasteve të procedurave të konfiskimit, kjo rrezikon të sjellë efekte vetëm minore të konfiskimit civil. Me përcaktimin e afatit kohor në Ministrinë e Drejtësisë thonë se synohet siguria juridike. Vendosja e datës 17 shkurt 2008 është parë si zgjidhja më e mirë për të ofruar siguri juridike, për dy arsye. Së pari, nga kjo periudhë mund të themi se është konsoliduar sistemi financiar dhe bankar në Republikën e Kosovës. Nga kjo periudhë, për secilën blerje, për secilën pagesë, është kryer një akt tjetër i formalizimit apo regjistrimit të atij transaksioni dhe si rrjedhoi pala do të jetë në pozitë më të favorshme për të ofruar dëshmi për fitimin e një pasurie të caktuar. E dyta lidhet me statusin e personave që i nënshtrohen këtij ligji sipas përcaktimit të fushveprimit personal, ku njëra nga cilësitë e tyre është të jenë zyrtar publik të Republikës së Kosovës. Prej vitit përpara datës 17 shkurt 2008 nuk mund të flasim për zyrtar publik të Republikës së Kosovës, do thotë ata e kanë fituar këtë status me konsolidimin, me themelimin e institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës, në sa milion i parë është fituar në mënyrë të kundërligjshme dhe arrihet të dëshmohet kjo sipas standardeve dhe procedurës së një procedure penale, atëherë do të mund të ndiqet penalisht dhe të konfiskohet ajo pasuri sipas një vendimi të procedurës penale. Kulumtuesi Krasniqi thotë se kjo zgjidhje nuk është adekuate dhe në fakt sipas tij, ky afat e përjashton tërësisht periudhën e privatizimit, e cila njihet si periudha më e errët për veprimtari korruptive. Në vitin 2008 do thotë mund të bartë pasoja të tjera ku personat të cilët kanë përfituar para vitit 2008, kanë grumbulluar këtë pasuri, por mandej kanë mbledhur me këto mjete ose kanë arritur të shpërlajnë, atëherë nuk do të mund të ndjeken për shkak se është kjo prerja nga viti 2008 e këndej. Kështu që është e pakuptim që të lihet viti 2008, e sidomos kur lëvizja vetëvendosi ka qenë shumë kritike ndaj gjithë procesit të privatizimit dhe ku janë ngritur shumë dyshime me shumë të drejtë shpeshherë për përfitime ose abuzime nga privatizimi ose ndikimi që zyrtarët publik kanë pasur në procesin e privatizimit. Do të kjo një pjesë të periudhës së privatizimit e amniston, nuk i shndron në objekt të hetimit përmes konfiskimit të pasurisë pa justifikueshme përmes veprave civile. Normalisht ata do të mund të jenë përmes veprave penale, por kjo mund të jetë është një trajtim ndryshe për persona të ndryshëm. Përcaktimin e vitit 2008, sipas këtij projektligji, Enver Hasani e cilëson si çështje e cila edhe ka edhe s'ka logjik. Është pamarësia këndej. Ajo ka një logjik. Por dita pamarësisë dhe këndej me marrë si pikë referimi, ka logjik
por edhe nuk ka logjik nëse kjo çështje kishte qenë çështje sovranitetit, sepse ne përpara s'kem qenë sovran. Po çështja e hajnis, do të thotë çështja e konfiskimit të pasurisë që është fituar pa djerës, nuk ka afat, do të thotë, dhe funksionarët e Kosovës para pavarësisë i kanë pas pa ato mundësi për pasurim që i kanë edhe i kanë pas shpallës pavarësisë. Deputetët e opozitës thonë se ligji duhet të vlej edhe për periudhën e paravitit 2008, derisa deputetët e shumicës thonë se ajo pjesë mbulohet përmes procedurës penale. Ne kishim disa dilema tona saj përket pse do të thotë kufizohet koha në vitin 2008, pse mos tjetë një kohë dhe ma gjatë, pse të amnestohen kriminalët në këtë rast të jetë ma i zgjeruar, mos tjetë ligji kufizuar. Fatkesisht po, prandaj e thash, nëse marrë vitin 2008, unë kam bindjen që pasurimi pa bazë Kosovë vatrën e tij, burimin e tij nuk e ka në vitin 2008-2009, po e ka më herët. Periudha pas luftës ka qenë ajo e cila ka qenë periudha më e mundshme për abuzim të përgjithshëm, kush do që ka pas interes që ka qenë funksion. Ose është zhvillu skajshmërisht ajo forma që në teoritë kriminalistikës njihen si krimi jakave të bardha. Unë mendoj që ajo ka qenë koha më e pleshme për zhvillimin e tyre. Pas vitit 2008-2009 kam përshtypjen që të njëjtit janë interesu vetë, ata cilët janë pasunu pa bazë janë interesu vetë që të krijojnë mekanizma në mënyrë që paratë e tyre të futen në sistem dhe ato parat të pastrohen dhe më pas justifikimin e bëjnë shumë të lehtë. Nëse nuk kthehemi pak më poshtë, unë duruaj që do të na shpëtojnë ata të cilët nuk do duhet shpëtoheshin, e mund të psojnë ata të cilët më spaku kanë thënë faj. Unë e kuptoj dilemën e juaj, kam pasur në raportin që Instituti Kosovës për Drejtësi e ka zhvilluar për lidhje me këtë çështje dhe këtë projekt ligj. Mund të ketë situata të tilla, por nuk e amniston në aspektin penal. Se ne kemi thënë që ky projekt ligj flet për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme me bazë civile, ndërkohë që procedurën penale qoftë edhe për përfitim pasurisë mbi bazë të korrupsionit të krimit civil për penale, që nuk e përjashton. Projekt ligji për byron, sipas Institutit Kosovës për Drejtësi, ka probleme të theksuara juridike edhe në fushën e kompetencave hetuese, të cilat nuk mbulohen me kontroll adekuat gjyqësor. Projekt ligji, pasi që përcakton detyrimin e subjekteve të caktuara, përfshirë edhe të palëve në procedurë, për bashkëpunim me byron në mbledhjen e informatave, përcakton që sigurimi i informacioneve të tilla duhet të bëhet me kërkesë të byros. Vetëm po që se kërkesa e byros nuk zbatohet, atëherë mund të aktivizohet gjykata. Po që se byroja kërkon nga gjykata që të mundsoj detyrimin e subjekteve që të zbatojnë kërkesën e byros për mbledhjet e informacioneve përmes aktvendimit për dorëzimin e informacioneve dhe dokumenteve. Të paktën për kërkesat të caktuara invazive, do duhej të përcaktohet që mbledhja e informatave të mund të kërkohet vetëm po që se gjykata lëshon urdhër paraprakisht. Kështu, gjykata do të vlerësonte paraprakisht nëse kërkesa e byros është e bazuar dhe e arsyetuar. Për antarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Vilard Bytyqi, edhe në fazën e verifikimit duhet të jetë e përfshirë gjykata në mënyrë aktive. Për gjatë fazës së hetimit ose të verifikimit, ashtu sikur se parashihet në ligjin, në projekt ligjin përkatës, do duhet që gjykata ta ketë një rol shumë aktiv, përkatësisht të ketë kontroll gjyqësor për gjatë kësaj faze, për shkakun kryesor, sepse gjykata është një autoritet i panshëm, i pavarur, i cili vendos edhe për aspekte për gjatë hetimeve, dhe po e përmendim mënyrë analoge që sikur se e luan rolin për gjatë hetimeve penale, do duhet ta luante edhe në situatën e hetimeve administrative, përkatësisht rolin që do duhet ose pretendohet ta ketë byroja në këtë rast. Kjo zgjidhje ligjore, sipas ish kryetarit gjykatës kushtetuese, paraqet shkelje të privatësisë. Po, sepse privatësia dhe e dhënave
ekziston, do thotë ju dini edhe një biro tjetër dhe këto agjencion që janë përgjithsisht agjencionet e pavarura dhe agjencionet e pavarura duhet mos të shkelin njëra tjetrës në kompetenca. Dhe kjo prek garancionin kushtetues së sigurisë juridike dhe të integritetit personal të dhonave, për shkak se aty nuk thuhet as mënyra për çka mund të përdoren ato dhe si, dhe nuk ka garancion, do të thotë që ai mund t'i abuzon drejtorit, do të thotë i kërkon mënyrë arbitrare çfarë do lloj informacioni që s'ka kontroll gjyqësor me tregu, për shembull, nëse ai informacion që kërkohet ka relevancë me personin, sepse as subjektit që hetohet nuk japet mundësia e një procedure të tillë gjyqësore. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thotë se në marrjen e të dhënave nga byroja duhet të përfshihet edhe gjykata. Në dy vendimet të cilat janë nxjerrë prej ose opinioneve që janë dhënë prej Komisionit të Venecias, shprehimisht për dy çështje e ngritën, do thotë shqetësime në rastin e Bullgarisë, ku do thotë do duhet prokuroria që të përfshihej në secil qysh nga fillimi i nisjes së hetimeve, dhe po ashtu do duhet të mirëshin autorizimit nga gjykatat për të marrë informacione specifike apo dokumente nga palët e cilat janë në procedurë, e jo që kështu të lihet, do thotë, kësaj byroje që të ketë një qasje të pakufizuar në të gjitha të dhënat pa një vendim të gjykatës. Edhe deputetët e opozitës thonë se me rastin e sigurimit të dhënave duhet ketë kontroll nga gjykata. Këtu do më thonë janë prej elementeve që neve na jep elemente dyshimta të ligjit, është edhe cenimi i sigurisë juridike qytetarëve, cenimi i barazisë para ligjit, do më thonë që i garantohet me nenin e 24 të kushtetues, po bëhet kushtetues të Republikës Kosovës, dhe me shumë veprime të tjera që i ka ky ligj ose elemente tjera, unë konsideroj që pikërisht kjo ndoshta siguria juridike është ajo kryesorja që ligji nuk mundet me qenë funksional dhe efikas si tillë. Unë mendoj që duhet të futet vendimi i gjykatës edhe në fazat fillestare kur byroja vendos që një personi të fillojë një proces të marrjes së informatave për pasurinë eventuale që mund ta ketë ai. Por kjo nuk shihet si shqetësuese në Ministrinë e Drejtësisë. Nuk do e shikja me shumë shqetësim faktin që gjykata lëshon urdhër mbi bazën e kërkesës së agjencisë, për arsye se projekt ligji në nenin 12 paragrafi 2 parasheh se të dhënat personale do trajtohen dhe përpunohen në përputhje me ligjin përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale. Kështu që në asnjë pikë nuk do të ketë cenim të dhënave personale apo keqpërdërim ta quaj të këtij mekanizmi, duke u thirrur në dispozitat e projekt ligjit që është hartuar nga grupi punues i udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë. Deputeti Adnan Rustemi thotë se nuk e sheh si pengesë nëse bëhet fjalë për bashkëpunim ndërinstitucional, por se është i pajtimit që do ta trajtojnë këtë çështje. Unë mendoj që nuk duhet ta shohim në mënyrë, megjithëse jam dakord për ta forcuar ose për ta kufizuar, unë mendoj që për rastin në të cilat edhe ashtu këto agjenci të caktuara nuk kanë obligim një vendim gjykate për ndarjen e këtyre informacioneve, nuk shon ndonjë pengesë, sepse bëhet fjalë për bashkëpunime ndërinstitucionale të shtetit Kosovës. Por për të rastet që tashmë parashihet, jo vetëm për byron, por edhe për institucione tjera vendim gjykate, unë jam dakord që procedura duhet shkojë përmes gjykatës, varësisht se çfarë informacione kërkohen, domethënë se nuk mund ta përgjithsojmë, por ka nivele të dhënave për cilat mendoj që duhet të përfshihet edhe gjykata, por jo domosdoshmë për të gjitha. Por jam për ta trajtuar edhe këtë pikë. Sipas projekt ligjit, kompetencë gjyqësore për rastet e parashtruara nga byroja do të ketë Divizioni Civil i Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe në Gjykatën e Apelit. Sipas yllëzekajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, një gjë e tillë ka disa tëmeta, të cilat kanë të bëjnë me realizimin efektiv të drejtave të njerëzit dhe administrimin e mirë të drejtësisë. Departamenti i Përgjithshëm, në kuadër të secilës funksionon Divizioni Civil,
është i vendosur në të gjitha gjykatat themelore dhe degët e tyre. Departamenti i përgjithshëm i gjykatës themelore në Prishtinë nuk ka asnjë dallim në raport me departamentet e përgjithshme të gjykatave të tjera. Kështu, përcaktimi i kompetencës ekskluzive për vendosjen e të gjitha rasteve të konfiskimit civil në vetëm një gjykatë themelore, përkatësisht në departamentin e përgjithshëm të gjykatës themelore në Prishtinë, ka të meta praktike në raport me këtë projekt ligj dhe me administrimin e duhur të drejtësisë. Aktualisht, gjykata më ngarkuar është ajo e Prishtinës, ku nga të gjitha lëndet e sistemit gjyqësor, mbi 40% e tyre janë të koncentruara në këtë gjykatë. Ngarkesa e panevojshme e kësaj gjykate me një numër të madh të lëndëve të reja, vetëm sa e përkeqëson gjendjen me lëndë dhe efikasitetin e kësaj gjykate. Gjykimi i rasteve të byros në divizionet civile, në rrethana të cilat funksionon aktualisht sistemi gjyqësor, rrezikon të sjellë shkelje të së drejtës së qytetarëve për gjykim brenda një afatit të arsyeshëm kohor. Sipas gjetjeve të IKD-s, mesatarja e trajtimit të një rasti civil deri në momentin e nxjerrjes së vendimit të formës së prerë është 8.3 vite. Në anën tjetër, për jetësimin e duhur të konfiskimit civil, kërkohet një uri profesionale dhe specifike, për faktin se kemi të bëjmë me një sistem të ri të pazbatuar paraprakisht nga ana e gjyqtarëve. Derisa të ndodhë ky profilizim, rekomandohet që gjyqtarët të trajnohen në fushën e konfiskimit civil. Në këtë mënyrë do të garantohej trajtim profesional i rasteve të konfiskimit civil. Në këto rrethana do të ishte më i arsyeshëm themelimi i një njësie të veçantë në sistemin gjyqësor, i cili do të specializohej për trajtimin e këtyre rasteve. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se kjo është një zgjidhje efikase, duke theksuar se nuk është ky rasti i vetëm, kur gjykata themelore në Prishtinë ka jurisdiksion për tërë territorin e Republikës së Kosovës. Është cilësuar kjo si zgjidhje me idenë që të gjitha rastet të centralizohen në një vend të vetëm, këtë rast në divizionin civil të departamentit të përgjithshëm të gjykatës themelore në Prishtinë. Në këtë mënyrë, rrjedha e rasteve do të mund të përcillet shumë më lehtë për arsye se prova ose elementet të ndryshme që lidhen me rastin mund të kenë shtrirje në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Në rast se do të kishim ndarje në bazë të gjykatave secilës gjykatë themelore, atëherë do të ishte me të vërtetë vështirë koordinimi i veprimeve në mes të gjykatave të ndryshme për të njëjtin rast. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që gjykata themelore në Prishtinë ka kompetencë ekskluzive territoriale për një çështje të caktuar. Gjykata themelore Prishtinë, sipas nenit 12 dhe 13 të ligjit për gjykata, po ashtu ka kompetencë ekskluzive territoriale. Hulumtuesi Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se çështjet të cilat përmenden në këto dy nene nuk kanë të bëjnë me rastet e natyrës civile dhe nuk bëhet fjalë për departamente apo çështje të njëjta. Në nenin 12 dhe 13 bëhet fjalë për raste të natyrës administrative dhe ekonomike, por jo dhe civile, pra në këto raste është kompetencë territoriale në të gjithë Kosovën, për shkak se në komunat të tjera nuk ka departamente për këto çështje. Por divizionet civile janë të vendosura si në Prishtinë ashtu edhe në të gjitha gjykata tjera themelore, madje edhe degët e tyre. Antari i Këshillit Gjyqësor Vilart Bytyqi thotë se kur të shtohen këto kompetenca, duhet të rriten edhe kapacitetet e gjyqësorit. Nëse shtohet një jurisdiksion i veçantë, sikurse pretendohet me anë të këtij projektigji, atëherë duhet të analizohet edhe ngarkesat që e ka gjykata. Me të drejtë e potencuar faktin që gjykata, përkatësisht departamenti civil në gjykatën themelore është prej njësive më të ngarkuara në gjykata dhe në rast se i shtohet edhe kjo detyrë, përkatësisht kërkohet autorizimet veçanta gjyqësore në këto raste, do duhet shtoj kapacitetet, e veçanërisht në situatat kur dihet që ky projekt ligj ka një përmbajtje shumë të veçantë dhe do duhet ndërtohen kapacitete përkatësisht trajnime të specializuara, sikur stafit të gjyqësor, sikur stafit jo gjyqësor dhe të gjithë aty njerëzit që punojnë në këto. Po para gjithashtu do duhet të shtojë numri i anëtarëve gjyqtar për të marrë në shqyrtim këtë çështje dhe të jenë të specializuar përkatësisht kompetent për zbatimin e këtij ligji. Projekt ligji përcakton që kurdo përpara ose pas paraqitjes së propozimit për konfiskim, me propozimin e zyrtarit të byros, gjykata mund të caktojë masën e përkohshme të sigurimit të pasurisë, po qëse byroja e bën të besueshëm pretendimin se masa e përkohshme është e bazuar dhe urgjente dhe se me veprim ndryshe pasuria mund të tjetërsohet, asgjësohet apo në çfarëdo forme
nuk do t'jetë në dispozicion të atij personi. Në analizën e IKD-s mbi problemet e projektligjit, thuhet se një rregullim i tillë nuk është tërësisht në pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare dhe cënon të drejtat e palëve në procedurë. Në rastet para se të paraqitet propozimi për konfiskim nga byroja, siç duket, gjykata mund të caktojë masën e përkohshme të sigurimit pa një prag adekuat të provuarit. Përkatësisht, mjafton që të jetë i besueshëm pretendimi i byros, që po që se nuk caktohet masa e përkohshme, pasuria mund të mos jetë më në dispozicion të subjektit, por nuk kërkohet ndonjë standard i të provuarit se pasuria që kërkohet të sigurohet përkohësisht në fakt ka përjardhje të dyshim. Sigurisht, sigurimi i të provuarit në këtë rast mund të jetë më i ulët se sa ai për konfiskimin final të pasurisë. Por në rastin konkret nuk ka fare standard të provuarit. Mjafton që pronësia të rrezikohet nga tjetërsimi, asgjësimi e të ngjashme. Zaten çdo pasuri mund të rrezikohet të tjetërsohet nga pronari, i cili është i lirë të disponojë me pasurinë e vet. Prandaj, një standard i tillë si i vetëm është jo adekuat që të vendoset masa sigurisë. Kuptohet para paraqitjes së propozimit për konfiskim. Duhet edhe të dëshmohet dhe në këtë fazë të ekzistojë shpërputhje e caktuar mes pasurisë dhe të ardhurave, e të argumentuara me dokumentacionin konkret, që ngrej dyshime se pasuria mund të mos ketë përjardhje të lishme. Në të kundërtën, vendosja masave të sigurimit të pasurisë pa një prag adekuat të provuarit, paraqet në veçanti ndërhyrje të pajustifikueshme në të drejtën e gëzimit paqësor të pronësisë së palës në procedurë. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se kjo zgjidhje është në harmoni me ligjin e procedurës kontestimore. Siç mund të shihet ndoshta edhe nga vetë formulimi i dispozitës nenit, nëse nuk ka bëj 59 të projektligjit, është e ngjashme me procedurën që ndiqet sipas ligjit për procedurën kontestimore, për sa i përket vendosjes së masave të tilla në përputhje me nenin 129 të ligjit për procedurën kontestimore. Do thotë kriteret që kërkohen për vendosjen e një mase të përkohshme janë ky rreziku i menjëhershëm i tjetërsimit të pasurisë dhe urgjenca për vendosjen e një mase të tillë. Është shumë herët në procedurë që në fazë ndoshta krejt paraprake, sa është rasti ende në byro, të dihet nëse pasuria është e justifikueshme apo jo. Zekaj nga IKD thot se neni 129 flet për diçka tjetër, derisa sipas tij, projektligji nuk ka ndjekur standardin e procedurës kontestimore. Por, neni 129 i ligjit për procedurën kontestimore nuk flet fare për çështjen e masës së sigurisë, por flet për kthimin në gjendjen e mëparshme, kur pala humb afatin për kryerjen e ndonjë veprimi. Sidoqoftë, natyra vendosjes në këtë projektligj nuk është se ajo e përcaktuar në LPK, ku krahas rrezikut për tjetërsimin e pasurisë, kërkohet dhe besueshmëria e ekzistimit të kërkesës apo të së drejtës subjektive, derisa në rastin e projektligjit konkret kërkohet vetëm rreziku i tjetërsimit. Enver Hasani e sheh si problematik faktin se nuk janë përcaktuar dispozita që kanë të bëjnë me kompensimin në rastet kur pasuria e caktuar, rezulton se padrejtësisht ishte vendosur nën masë të sigurisë. As kompensimi nuk përcaktohet për shembull personi si ti, që diku i thosh 1 vjet 2-3 zgjasi procedurat. Mos më shfrytëzoni pasuri sido edhe kom për ekzistenciale, jo den edhe ligji për mbarim. Edhe këtu sot, edhe në ish Jugosllavi, edhe në këtë rajonet e ka, do të thotë, ka disa kufi, disa plafone, cilat disa gjëra që nuk mund të ekzekutohen, nuk mund të jenë objekt përjashtohen që thojmë ne nga ekzekutivi. Këtu nuk është rasti, do të thotë është mënyrë shumë arbitrare e përcaktuare. Hasani thot se është i bindur se nëse ky ligj miratohet në këtë mënyrë, gjykata që ai dikur ka drejtuar do të gjejë vërejtje serioze sa i përket mënyrës së zgjedhjes dhe shkarkimit të drejtorit, si dhe kompetencave të tij. Unë jam i bindur që gjykata kushtetuese do të gjendesh vërejtje shumë serioze sa i përket do të thotë drejtorit dhe mënyrës së zgjedhjes dhe shkarkimit, kompetencave të tij, do të thotë proporcionalitetit, qëllimi legjitim jam i bindur që do ta pranonte gjykata që është legjitime me njek. Afati kohor, kompetencën kohore, do të thotë 2008, raportin dubioz sa i përket barës provuarit dhe prezumimit pafajësisë që është garancion kushtetues, që është kel ky ligj, do të thotë dhe kështu me radhë.
Se si do të procedohet tutje me këtë projekt ligj, mbetet të shihet. Problemet juridike të këtij projekt ligji, nëse nuk adresohen, ekziston rreziku që të krijohet një sistem i tretë i konfiskimit të pasurisë së paligjshme përmes një byroje e cila nuk ka pavarësi dhe do të jetë në duart të politikës, duke krijuar në këtë formë mundësinë e abuzimit të pushtetit që mund të krijohet ndaj kundërshtarëve politik. Sidoqoftë, për të hyrë në fuqi ky projekt ligj, proceduralisht kërkohet edhe miratimi në shqyrtim të dytë, shpallja e tij nga presidentja, si dhe publikimi në gazetën zyrtare.